Në Shkodër është shfaqur mbrëmjen e kaluar shfaqja teatrore Ninulla e Zhimit, një aktivitet i organizuar nga Qendra e Gruas Hapa të Lehtë në kuadër të 16 ditëve të aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore. Shfaqja, ku ishte pranishme edhe aktoria e njohur Emma Andrea, është frymëzuar nga drama e shkurtër e autorit Revelli Robinson dhe sjell në vëmendje historitë e heshtura të grave duke përdorur artin si mjet reflektimi dhe ndërgjegjësimi shoqëror. Është një dramë të cilën ne vendosëm ta quajmë Ninulla e Zhimit, duke menduar që do t'i japim mesazhe të forta për gratë dhe vajzat të cilat akoma vazhdojnë të jenë viktima të dhunës në familje. Ne flasim për barazi gjinore, por shpeshherë ato që dhunojnë janë bijtë e nanave, janë bijtë e grave, janë vëllezërit, bashkëshortët, djemtë tanë. Ndaj të paktën si nana të djemve duhet që qëndrojnë fort, e t'i mësojnë të duan, e mbi gjitha të respektojnë të drejtën e gruas që kanë zgjedhur të kenë ka. Të ftuarit përmes emocioneve ndoqën një performancë që synon të nxjisë diskutim për fenomenin e dhunës me bazë gjinore, i cili mbetet një problem i pranishëm edhe në komunitetin lokal. Çdo aktivitet përgjatë këtyre ditëve është një hap drejt ndërgjegjësimit dhe forcimit të zërit të grave në shoqëri.